të merremi tani me? Në fund, do e lëm një 10 minutë sa të fillojnë të aktivizohet pak brumi, sepse po, dhe më pas ne i lyejmë me të verdhën e vezës. Në të kundërt mund të lyejmë me të bardhën e vezës, që të kena atë shkëlqimin dhe jo ngjyrën, ose në të kundërt nuk i shtojmë fare. Këtu kam për perimet, unë këtu kam vendosur salcë kosi. Ne kemi kos. Salcën e kosin nëse mam ka tepruar, i shtoj pak kos ose i shtoj pak qumësh dhe normalisht e punoj. Veza është opsionale, duke shtuar kripën, hudhrën, rigonin dhe piperin dhe ne e kemi në rregull. Shkoj të marr një tas tani, që ti përziejmë që të kem. Do të shtoj kosin. O qumësht, o ujë, produktet i kanë. Duke e ndihmuar me vaj, duke shtuar rigonin, piper dhe pakës krip. I trezojmë. I shtoj vaj derisa masa të jetë e duhur. Stop këtu. Masa të jetë kremoze. Do të shtoj thelpit e hudhrës. Tani te kjo masa që po përgatisim, ne do t'i zhysim perimet? Perimet e pjekura, e kuptova. Kjo masë kremoze... Qëndron në frigorifer? Qëndron, po mu të na shoqëroj edhe ndoshta dhe Patjetër që po. Patjetër që po. Pra e kemi shumë përdorimshme të masë me salcën e kosit, ose me kosin e trash. Niki, e aromatizoni. Ke në frigorifer një pak o djathë të lutem. Shtet dhe djathë. Do të gjithë e duan të shoqërojnë me kos, djathi për bylmetësht. Bylmetësht. Mua se Elbana për shumë më pëlqen të zhytura në kos. Bukur fort edhe pak vaj, se mban pak më kremoze. Veza është opsionale, por nëse do kaloj në vezë, patjetër do kaloj në proces termik. Po. Gjë, unë prandaj nuk po e vendos në vezë. Ne po e shmangim, duke qenë se dhe jemi në përfundim të minutave. Perimet nuk duhet jenë të bëra që të mbanin ngjyrë. Thjesht sa të zbutur. Janë zbutur, por kanë qëndruar te pjesa poshtë. Do t'i lëm aty bukur fort, i lëm siç janë tek tepsia edhe japrakët. 2 copa me djathë dhije i shkon më së miri. Shtoj, e largoj pak sa dhe shtoj perimet. Po t'i servirim këtu. I poqëm, pasi i vendosëm kripën dhe piperin, pra pasi i marinuam, u poqën u zbutën, i vendosim tani tek masa e kësaj salce, që duhet jetë shumë e shishme. Shumë freskuse, ka perimet brenda, ka bulmetin të freskët dhe çfarë t'ju themi tani? Perime në kos, zgjidhni perimet tuaja të preferuar, i piqni dhe përgatisni këtë salcën e këndshme me aromë të mirë, nëse doni pastaj mund t'i shtoni dhe bimë të tjera aromatike. Po e vendos aty në cep bashkë me japrakët, sepse edhe bashkë mund të kombinohen, megjithse shijën e japrakëve duam ta lëmë ashtu siç e kemi mbajtur mend prej vitesh, siç e dim se si qëndron ajo shije.
pa e trazuar fare me perimet e tjera, duke nuhatur shien që vetja prakët, gjethet e rushit, kumbullat e tharta aty, bimët brënda, orizi, qepot e njoma, kryojnë bashk një mrekulli në shije. Ne do t'ju përshëndesim nga kuzhina, do të takojmë pas pak sërisht me rezen, isolle dhe topsa, do t'i luajmë me vezë tani, besoj pak, dhe sërisht në furrë. Procesi i punës këtu vazhdon, ndërsa së bashku pas fleshit informativ do të rikthehemi për të folur për një produkt që quhet kefiri, sa e njohim, se shërben, benefitet si ta fermentojmë në kushtet e shtëpisë. Ju presim.